Paralajmëruese, dhe të paralajmëruar organet, të cilat ndërmarrin diçka nëse në të kundërtën, banorët kanë vendosur me ndal ujit komplet. Ata ujë që burën toka tona në Vojdu, ta ndërprejmë komplet që mos të ketë kërkush ujë, pasi që pjesa jo nuk ka. Dihet që ata ujë rrjedh toka tona, na nuk kemi ujë edhe për ata kanë vendosur me ndërprej komplet ujë. Ju para pak vitesh keni marrë një protestë të tillë, do thotë me kërcënimin se do ta ndërprerni ujin. Ju patëm premtuar që do të rregullohet kjo çështje. Çka ndodhi tani me organet komunale të reja që janë zgjedh? Apo shiqë me këto premtime këta i kanë marrë vota në atë pjesë, shumica ndërmuesit vota i kanë marrë në atë pjesë me këtë premtim. Prapë në kohë zgjidhjet problemit, na do të vazhdojmë prapë me protesta, të shohim në fund si do t'ja dojmë. Keni vendosur ndonjë kontakt për bashkëbisedim me organet komunale këtu? Keni ndonjë premtim ose? Unë personalisht kam pas kontakt me kryetarin, ka premtuar se do të bëhen zgjidhja problemit. Në këtë muaj, atë muaj kanë, domethënë 6 muaj kanë kaluar me to zgjidhjet problemit. Vera veç se shkoj, na e dim se gjatë dimrit do të kemi ujë, pasi që ka rreshje atmosferike më shumë do të kemi ujë, mirë po uji neve na nevojit gjatë verës. Uji gjatë verës, po mirë, ka reduktime apo nuk ka ujë hiç? Është 2 muaj rresht, nuk ka asnjë ditë, asnjë orë, nuk ka ujë të pijes. Gjatë sezonit veror. Sidomos fshati ujë që dhëra kosh totalisht pa pikë ujë është. Po, a janë këto disa nga arsyet që edhe shumica e banorëve i lëshojnë ato fshatra për një jetë më të mirë diku tjetër? Sigurisht është kjo një ndër arsyet kryesore që i praktisin ato fshatra, pasi që nuk është uji i pijes si është produkti kryesor për jetesë nuk ekziston, normal që njerëzit kërkojnë vende më të mira për jetë më të mirë. Mirë, kërkesa kryesore sot cila është e juaj? Kërkesa jonë kryesore është që kryetari i komunës na jep një premtim me ditën edhe datën e saktë se kur do të lëshohet uji i pijes për fshatrat e mbivatës. Edhe do të kërkojmë që projekti austriak 6 milionësh që nuk është jetësuar ende, kërkojmë që ta dimë një datë saktë kur do të jetësohet ai projekt. Po, a janë duke vazhduar punimet e projektit? Dhe ai nuk mund a zhagit nga organet komunale, nga investitori, nga banorët që nuk lejojnë, apo ku qëndron problematika e këtij projekti? Banorët nuk e kanë penguar asnjë milimetër këtij projekti. Problemi kryesor na nuk e dim ku është, por kryetari i komunës i ka mundësit, i ka mekanizmat dhe mundet me ndërmarrë masa që me intervenu të investitori dhe më kryej ky projekt sa më shpejt është mund. Po sipas jush kjo apo i bën se kryetari i komunës nuk don. Komuna i stohet me zgjidhje këtë. Po neglizhon. Sipas neve, ky është duke neglizhuar shumë. Mbas rregullit, uji është elementi i parë i domosdoshëm për jetën e njeriu. Dhe duhet kenë ujë qytetarët. Normal po. Ata kanë premtuar gjatë fushatës në secilat zgjedhje me ato premtime dhe votat i kanë marrë 99% pothuajse pjesën e mbivatës, ende nuk është zgjedhje. Sa do të zgjasë kjo protestu? A do të jetë vetëm sa më ju tregu që ju jeni këtu, pastaj do protestë paralajmëruese, kjo do të zgjatë dikon rreth 30 minuta në mënyrë të veç paralajmërim edhe për hapat e mëtejshme do t'ju lajmëroj. Do të ketë radikalizim sipas disa banorëve që nëse nuk ndërmarrin diçka, do të ketë radikalizim. Në çfarë forme? Në formën më e butë që do të ndërmarrin mosa, do të jetë ndërprerja ujit në burimet në bjeshtë të Vojdullit, aty ku janë toka tona që i kemi, që i paguajmë me taksë, domethënë shtetënore që i paguajmë, aty do të ndërprejmë ata ujë dhe nuk do të ketë kërkush ujë pjesë. Ju ka thënë dikush nga komuna që do dalin që ju takojnë? Nuk na kanë premtuar, por do të kërkojmë që të takojmë me kryetarin, një pjesë e banorëve do të takohen, nëse na pranojnë, nëse nuk na pranojnë. Do të vazhdoni tani te dyro. Faleminderit shumë. Nezet Romaj, asamblist i AK-s. Nuk ka përmbajtje politike. Jo, as i pikë shumica janë tjetër, vetëvendosjes, gjitha partitë. Janë gjitha partive politike këtu. Nuk duhet tash edhe komuna, edhe disa aktivistë të KES mundohen këtë ta paraqisin si protestë politike. Kjo nuk është protestë politike se zgjedhjet nuk janë edhe 4 vite. Nuk mund të përfiton kërkush. Kjo është protestë pasore, protestë e banorëve në përgjithësi. Për kërkesën elementare për jetesë, ujë. Faleminderit shumë. Pra miqtë e televizionit Istoku Channel, po shohim policinë e Kosovës që është në pjesën e sigurisë që këtu e ka për detyrë. Banorët veç po afrohen drejt komunës së Istokut, ku është paralajmëruar
edhe mbajtja e protestës pra pikërisht për ujë të pishëm, që këta banorë tash 22 vite janë duke kërkuar të drejtën elementare për jetesë. Edhe në hyrjet e komunës e shohim policinë e Kosovës aty, po nuk e dim se a do të jetë dikush nga zyrtarët komunal që do të jetë në gjendje të kontaktoj dhe të bashkëbisedoj me këta qytetarë, apo në anën tjetër edhe është bërë monotone kjo situata e premtimit për ujin e pishëm këtu tash 22 vite. Shohim një grumbull qytetarësh që na tha edhe organizatori, që është asamblejsti AKës në qytet Ramaj, që të gjithë banorët janë të vijave të ndryshme politike. Pra nuk është kjo protestë me ngjyrim politik, por me kërkesë shumë serioze për furnizim me ujë të pishëm. Edhe kryetari doli, t'i takoj, dhe është një indikacion i mirë që ka vullnet për zgjidhje të këtij problemit, edhe nën kryetari. Është që para protestës u konsultuat pak edhe me një aktivist të lëvizjes vetëvendosje. A ka këtu edhe të përfshirë edhe opozita, do të thonë vetëvendosja në këtë rast, apo jeni veç ju, apo s'ka të bëjë me parti politike? Ajo është banori shoku. Edhe kim kontaktuar si parti, si individ, edhe si këshillë. Sa kemi biseduar në konsultim me ta, mirë jo si parti, pasi se shumica janë edhe votues të TDS, ata më kanë të pojnë zonë edhe për tash na do të parë protestare nëse nuk demonë diçka nuk e thuaj, atë na do të ndolim një kohë. Faleminderit shumë për tash mund kryetarin më jep shpjegim ma le të sa në këtë. Dy propozime. A doni më fol çto, a doni grup më i vogël për juve, më një zyrë të nëse në sallë ku kanë. Ma mi fol çdo të një tonë. Vallai nëse rri mort, ke po septon se Ma duhet të më najtë tonë sa të me ty ma beten me fjallë. Ja dhe nëse bo gjurëm ka pak s'ka lidhe se për haljem. Ja po fol që të një tonë. Ja tonë më një povës edhe një grupo mirë, se pak ma hu. Jo vendas në Ja shpjegu këty. Shumë ma mirë flet këtëm, e një krejt këtëm. Po të ndojmë opinionin pak. E para faleminderit që në ardhë dhe që përshpejtëzoni këtë, do thëmë pak nasive që është e garantuar edhe me ligj, jo vetëm Kosovë për këtë botë. E dyta, e di që si komun projekti i Ujësillës së Mivadës është vanu. Mirë për arsyet që është vanu, i kemi paraqitur edhe në dëgjimin publik që kemi marrë në pjesën e Mivadës konkretisht në bord shkollës në Rakash. Mirë tha, zotënia ujt nuk ka parti, ajo është nevojë se cilët qytetarë të mundës togut e posaçërisht e një pjesë të qytetit që ka problem që do të them kështu qysh prej mas lutë. Komuna e ka morë një kredi dhe ka bërë një investim rreth dikun 5 pikë diçka milion në pjesën, po them kështu për pjesën e Ujësillësit të Mivadës. Çka ka ndodhur? Gjatë viteve të investimit ka shpërthyer një pandemi që ka pezulluar ose ka bllokuar këtë botë, jo vetëm komunën tonë. Rrjedhimisht e ka bllokuar edhe kompaninë që kanë të furnizuar me gypa kontraktorë që kanë të ekzekutuar punimin. Normalisht kjo kontratë ka përfunduar në nëntor të vitit kaluar për shkak pandemisë, ligjet e kanë lidhur projekt. Ku jemi tash në fazë jemi? Tash më katu. Në fazën kur kryhet kaptazha, lidhen pumpat.
finalizohen shaftet. 2 lidhje që kanë pas më vonë në fshatin Pëllëpojë, nën tokë, janë vanu për shkak pëlqimeve që nuk kanë vanu për Ministrisë së Infrastrukturës. Pëlqimet janë kry, lidhjet janë kry. Në momentin që kryhet kaptazha, edhe bëhen lidhjet e pompave në rrymë. Bëhet testimi teknik i gypit, testimi i presionit gypit, me pa a ka diku ndaj defekt para se më shuhi. Jemi këtë fazë po flasim për çështje, po them kështu çështje ditë. Nuk më një garantë se punimet janë dinamike, punimet të burimi i studiut janë të ndeshmërisë veçantë, nuk guxohet preket, nuk guxon mudrridh, nuk guxon më bë veprimet pa kontrolluar asnjë kompani me mjete të rënda për shkak se është ndjeshmëri dhe është pasuni jo komunale, por është pasuni shtetërore. Ka çështë që ka unë juve më mirë thonë. Pa përptimi për do të kujtohet ti, para afatit. Afati tash është çështje ditë. Vetëm çështje ditë është po planifikohet. Tash ligohem me anë më të shohim fjalën më shpinë. Po flasim për çështje 2 javë, 3 javë derisa të bëhet testimi i presionit gypit. Në momentin që bëhet testimi i presionit gypit, shuhet ujit edhe testoj pumpat. Kjo është ideja. Ideja po çështojnë të shku hapat e punimeve që është i bë kompania, pas shumë presioneve, ani pse sokon në favor me kompetencë se na nuk kemi pas kontratë direkt me ta. Po përmes presionit që kemi ushtruar te kompania ose ja kemi cëllë kemi pas kontratë, ata kanë në favor me e kanë detyruar më ardhmë me fillu punimin. Tu e pas parasysh edhe çmimet me të cilat aty në tash ju duhet më peru. Se peshuajmë tonë se cilët që merret me punësa të vogël, peshan që është kanë ndodhur me çmime për shkak zhvillimit global, jo për shkak që të ndodhë veç këtu. Nëse ka dikush në pyetje. Një pyetje për këtë. Po zot. A keni kompetenca ndaj kompanisë hidroterike si komunë? Diçka me ndërmor, diçka me përmirësu gjendjen momentale me çata që kemi. Pelom ata projektin e madh, po projekti që është i vogël që është në funksion. A keni diçka mundësi se ujë ka në bjeshk? Paktën 2 orë më pasoj. Ujë Se ta më mund të na premtu si do të kemi të paktën 2 orë në ditje, veç 2 orë në ditje ujë ka në ujë. bjeshk. Pasi që ka ujë. Zot kjo tash po drejtuar na kështu se ne jemi më të është problem që kemi diskutuar goxha ka herë edhe me ty edhe me një pjesë mëdha njerëz që pishosën këtu. Kompania do të vinë është kompania regionale. I përgjigjet bordit e cili është regionale dhe caktohet prej qeverisë Kosovës konkretisht për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Kjo neve nuk na lënë për përgjegjësi, çka po bëjmë është që në bazë atyre ju shtojmë procent. Na kemi një komision përbashkët që kemi formuar me hidrotrinin dhe janë të tentuar për çdo ditë me eliminu lidhjet e zeza, se unë di që burimi i stokut ka ujë. Edhe di që krojet për cila merr në jo ujë në pjesën e bjeshkës kanë ujë. Mi po ka, po them, edhe në pjesën ku furnizohet për burimin e stokut. Edhe në pjesën e juve që furnizohen për aty krojeve ka njerëz që kesh me dorën, edhe që nuk lejohen në ujë në secilën shtëpi. Tash, ajo ekip është në rrugë në terren çdo ditë. Ja më kanë çdo ditë ata nxojnë. Po thamë në podcast për raporteve që i marrë për ty në baza 30 orë. Edhe një problem që ka ndodhur në krojet për cilave jo furnizohen është që ka njerëz që po shkojnë në tentojnë. Ne gjetet. Shkon në ujë. Në ujë ventin. Shkon e kthen, unë nuk nuk e di çu zhdoken ato. Mi po më thonë që shkon e kthen, e lën ujin model katë prica nuk e lën marrën gë. Ose shkon e mush gypin njerëz që janë thjesht më i mëshujt me plotëtimin e tyre dashakës. Jo ato arsyetime, jo ato se na jemi në Kemi pa edhe vetë, jo vetë fjalë. Na jemi në terren dhe kemi çobat aty. Po thamë ne për çdo ditë, ka pas raste. Ato janë fjalë më arsyetuar. Para 2 vjet më kanë thonë që nuk ka ujë, kur kom shku jam hi vetë në poset. Një gyp ka qenë 250 çtu për kroni plot, edhe tjetër ka qenë 150, 300, ofër 400 që e merr ke çojke për shushric. E ku jetë ata ujë? Pra, edhe një kemi, ja u konë kërkuar të po ta kërkoj. Nëse nuk janë gjeni me menaxhu, le të lëshojnë e morrim na fshatrat. Se na ja kemi dhonë qatë projekt, lokum atyne, hidrotrinit. Ujton. Edhe me investim, edhe me krejt. Ata kanë në veç e morrin, si kur lopën kërë man dikush e jaranita e vish shkën e mjel. Kryetarë unë jëmë konë këto procese. Këto janë shkurt trup nuk ka menaxhim. Edhe menaxhimin mos ja gjuni kërkuj, po menaxhimi është i koordinuar me organe komunale. Zyrtarët, punëtorët i zgjodh komuna atje, nuk i zgjodh kompani. Gjithherë keni çu përgjegjësin pe komunën, njëri komunës ka shkuar atje.
tash mos t'i Për shembull, delegacioni na ka thonë publikisht se ka qu indjeri ka kirurguar, publikisht e ka potencu se më ka qu, veç ati do përgjithësi. As që ka sondi nuk pranohet aty, as nuk pranohet udhëheci aty, as kërkush, pa ja dhonë vizën për komunën. Ata janë një aspekt njerëz që keni ndikim ndaj tyne. Nuk po du me hinë çështje politike kur gjë, po duhet çështje punës. Kryeministra më volë thash ujë është politik. Çka ka thonë, unë flas tu namë. Tyne duhet më ushtërmu pak. Kryetari se ti birra çdo ditën e rri. E merr kerrin shëtitën punë private aty. Te ke parasysh në gjë. Se thash e morr me këto. Duhet më morr me ta. Vizat me leje. Thash e morr me këto punë. Do të çet nivel komunikimit para me jetën vetë nuk është në rregull. Kush sa bën është çështja e ty. E dyta, me leje. Unë di gova tash nikam dy mua. E dyta, kush s'ka flet, kush konin ku e ka çu, janë çush ata e zgjidhin me artikulu venimet e ty. Unë të flas çka thot ligji për menaxhim turë. Menaxhohet për kompanisë regionale Hidrodrim. Mi të cilën na nuk kemi kompetenca ekzekutive se jemi komunë. Atëherë në shumë je krejtuar të një punë para komunën mi gjujtë të skemi. Se kemi burë që ka një mjerë kemi burë që na që desh me ajrë e nuk na vje ujtë hitë. Edhe na qotë të përmbaru si burë. Të respektuar një ujtë tjetër në burë fort? Të respektuar një ujtë tjetër nëse të shprejemi? Të respektuar nëse të negoj, unë nikam të mu. Jo në kompani që i përgjigjën bordit pjesët dhe tuajt vetë ekzekutiv. Nuk jem të thonë për mja gjujtë fojt, as për mja ek përgjithsin vetë. Se më ka dosh me ek përgjithsin që adolë pra juve. Po jem dollë për më thonë që kam përgjithsia dhe jam të mënu me bo presion për qëtë vetë, sa ma lërën mu ligji me bo presion. Edhe të ishvizu edhe shtë lidhë shtë shtë që jem normalisht. I personale ligji jem të i bo presion në bazë dhe ture, për shta kemi bo komision për bashkë. Për shta jem të paraqit para organeve qoftë gjyqësore, qoftë policisë për qëtë vetë kështë për të usë, në kam aplikim më të kalzutit ku shtë vjetë ujtë mi vatë. Po më thonë që janë 47 vetë që dhe i sot janë shku edhe janë të paraqitën në organet drejtësisë. Që njëse kanë më thonë përgjithsi para ligjit, për kështë përdojnë. Nuk është që nuk jem të nërmarë kur gjonë. Edhe për mirë kuptoj se pa ujë nuk rrijem, edhe për mirë kuptoj se është ku athasisë edhe këto. Si jem të ikë përgjithsisë. Jem kryet e tyrë së të mënum në kushtet cilat jemi me zgjedh problemin qas mirë sa mujë. Problem që ka mu zgjidh kur të finalizohet që kujqels, ka mu zgjidh për ta në herët. Edhe s'kemi pas nevojë na mu taku për testë, nuk kemi pas nevojë mu taku për probleme tjera, po jo me diskutu ujtë mu. Që jo mënu edhe gjatë fushatën me diskutu minimalisht, veç të e menu që është nevojë bazike dhe të e menu që nuk bëhet politikë me nevojë bazike. Ka fort forma tjera ka mu politikë me nevojë tjetër, jo me ujë. Jo me ujë, për shta jem të i dhonë zërë, për shta i kemi bo presion në format ndryshme të në herët konform ligjit edhe kompanisë austriake edhe kompanisë legale që ka me ekzekutu punimet për mos me prodhu qëtë problem verës. Na ka prodhu, ka ndodhë pandemia, është vanu, ka ndodhë këtë botja vështë të na. Nëse kështë ndodhë veç komun të stogut, shkon të rëma vetë, në shkon pjesë e fajt. është vanu furnizimi me gypa për shkak të pandemisë. Qaja kompani është të punu në çmimet të cilat i ka pasur. Në kontratë, pa ju absolutisht, pa u trajtu absolutisht, janë çmime të ulta me çmime të cilat janë sot treg. Mirë po e zotnia ka kontratën dhe ka me hyrë deri në fund. E thash është çështje ditëve, 2-3 javë kur ka më testu presionin e gypit, edhe me lëshujt, pa me testu pompat edhe mu uru që më mbrinë që se dhe në shtëpi të... Kryetar, ka afat të përcaktuar kompania kur ka me kërë? Plan dinamikës ka dumë, lërë. Plan dinamikës ka dumë. Po punojmë jashtë planot dinamike për me kry. Për me finalizu dhe me mbrinë zgjesit problem. E thash është dasht mu finalizu në ndorë ditë kalumë si mas kontratë që kona në shkrumë. Në planot dinamikës ka dumë që në e lërë ligjin në shka situatër emergjente cilën veç e kemi pasë edhe Kosovë dhe këtë botë. Thash që nuk kam që ka mushtu. Prap, nëse doni një grup maj... Nëse mi vada ka përfaqësues shumë. Nëse doni një grup maj vogël, muj hinë zyre me pika një kafe dhe me të diskutu mandatarë. Prezident banorëve, nëse kishe mujtë një përmtimën avon, pakten 2 orë në ditje me pasuj, ose se keni atë komision, pakten, sidomos u që arakushi, s'ka ujë që 2 muaj, nuk ka pikë ujë, pakten 2 orë në ditje me pasë, për shamull, 2 orë uqa, 2 orë arakushi, përves mbi hajzerajt, natë që kanë dveçante, kanë një sistem dveçante, ata s'kanë të bëj me fshatën atjera, ata kanë, dhe më thonë kanë ujat, që e pjesë analtë, mi lauzën hajzerajt.
Mirë po prej lagjës Hajzeraj, dhe në gjatë të Rakushit, nuk kanë që 2 muaj ditë pikuj. A kështë muaj ti me ndiku të hidrodrini, të paktën veç 2 orë nditje me pasu të pijes. Ta banor... Edhe ora saktume, jo veç 2 orë. Po se kanë publiku një orë. 15 vetë din 12. Mirë po tashti edhe ajo punë bëhë si në humor për njerëzë, shkoni ngrejnë qishme të ke normale dhe është më pas për i 2 në 4 ku është uja, po din. 2 orë Ato e diskutuam atë të nësanë, ato e mes një provokim edhe në nëshime për tani. Besoj si kështë mujtë këto me bon ti si kryetar, me ndiku këta. Ai veç kur Elshon e ka Rakushi, e 2 vetë deri në 4 në gjatë. Elshon edhe mos merret me atë sport ai. Kur vjen ora ose e paguam dikon atje, i thon shon që ka sura shushicës tur. Çaj që menaxhon ujt atje është fajtori kryesor pse na skemi me rregull. Menaxhon na mund të fosh për padio. Ai ka rolin, ka çelçi e drejtë. Ja ne kemi diskutuar me kryetarin edhe personalisht për shkak ka premtuar krejt, po banorët janë konë të nkuhen që të shtyjmë që dalim të shohim na që në thot kryetari direkt. Kjo shumë mirë si dule fule me ta. Tash presë edhe si të premtim, 2 orë nditje me na premtu, edhe kjo mu realizu. Paktën, po, normal për shembull. Se gjithë ditën me prit. E kur vjen, po saktimi 15 vetë din 12. Po, se ai për shembull mund të më thonë 15 vend 12 pjarë shëjuqës. Mirë po që ta uj veç në përgy pagoti 2 orë, dhe sa të shkën e përgy pagoti 2 orë jam merë ku. Edhe kishe mujt me ndikur të ta, që të pakën 2 orë mja uqur, sidomos që të mujnë ngosht me pasu i të pishën banur, si më smu. Shka unë më rëmëtuar që njësër, ko me këtu personalisht kërë shefin, e të 1.5 edhe drejtojnë e sistë, bashkë me shta përgjesa që janë caktimit të reduktimit dhe me mosë nuk më thonë, me thonë që saj mosës që kanë posë 2 orë nditje pa e morë menimin e ty. Por menimin e ty në tani përmes, që përmes teje, që përmes qëllë që këta menojnë, ka me përcjell informatën për përgjigjen që ka me morë për ty. Ata që bojnë menaxhimin e ujit, ata janë shtërmu më dhej, ko dojnë më kupë. Drejtori kur nuk shën për Drejtori bashkë me shta përgjesa që janë për menaxhim. Në di që drejtori s'del me nalët. Bën instalime të ujit, s'ka për të muaj qoti ujt se që ka qura. Ku për ditë në shtanë Prishtinë. Atëherë nëse keni dikush në pyetje. Po, mone. Na fal pas. Unë rrin biesh. Fal mirë. Unë rrin biesh. Prezantohu lutem fillimisht. Unë jam në stret me tush Haxhia, nga Rakushi, Haxhia për Europë për uçën Rakosh. Unë rrin biesh të na herë. Edhe uj ka bën. Edhe hen gypa uj sa të dush. Po kur të vjen shushit, janë të lidhë në kretë zezën, pakica e në barën. Aty shpëtëzohet ujtë pa llogarisë për forë, kush sa të mundet. Na Rakoshi, Uqa, Zhakova, jenë për gjëna. Uj s'ka. Uj të pishëm e dini, shka të më thonë, se zhjith uj pak i thatë së të fyti. Po, aj që me na gjanaj, kush është drejtar, edhe që ata inkason, ta që thënë që im lidhën porët. Që aty pak duhet me shtërngu senet, po si shtërnguve që aty uj që ka napet, se uj ka bëllë, sa dush ka uj për shtë familjës janë, sa i shumica e shku në përëndim, se janë hecë, nej plak që shtë, edhe këta s'po kanë në uj më pi, i dit i lëshë zerma dhe këta dhe jesë në shpija këtë thotë. A keni pyetje konkrete për kryetarin? Për kryetarin, po kjo pikë faj s'ka i ngrotë. Qka di kjo qka përbojt vëjdullën, shushice atje, kjo s'den, ti qështë ti vinë, qështë ti abin, ti qështë ti abin, kjo qashtë të, kjo shko me këshyrë kjo nuk shko me këshyrë atje. Po ata i kanë foje që i kontrollujnë, edhe i shdesh më shku me ato varë, instrumentën bi kontrollu ato varë, kush e ka të barë dhe kush të zezën e, qështu jenë do sene, do të miro ma seneve, hajtë përshkoj, veç hajtë përshkoj, qështu, hajtë, shko uj, si të lëshën atje uj, taj inkason, ta kush e lëshën aj. Ta më në vjen, veç kur putët. Se shko tjetëri mas, me njëherë, i ashtë të ngëna, i ashtë të ngëna të vindin, i anol me pikë.
Po shkoni ju që aty kur të shtrëngoj me në zonë që aty. Unë nuk jam polic. Një kam mëre. Mas më shti më pjesë tas, para ta me në zonë. Unë me në zonë. 15 polic janë. Me qesin durët mas shpinë e këta më lidhe, duhet të si e kompetent, më nga tru me halë. Ligjë jo ligjë, ndeshe që në gjëmë unë i po Zvicër, mja përmen Zvitron policin i zgjani me rotë fikë. Tu, falë për policë sa dush kush se ka dërë. A dini kush janë ata që nalin e lëshojnë? E dim na, po nalë ka dole për të bank, për të mështin nga të resë me halka. Po jo mërës, jo qashtu, ta ki bjenë qashtu, ti për të mështin nga të resë me njerëz. Bath, unë asë marrë rrugën, asë jam i obligum, asë nuk kam drejt, më shku me thonë pëse për lëshën, asë pëse për nalë, se shkam drejtën e. Drejt e kanë, policia me rujt aty, atë farvintin, edhe kryetari mi urnu me që 2 policë për gjithë ditë, edhe më shku me atë farë, atë ajë që kalëzën për ujë, atë ka në zezën e të bardhen. Më shku me kontrolu, edhe zbullon kryetar, ki me zbullu kryetar krejtë. Edhe një deshta më Edhe ju keni një pyetje po? Vishë më falë, kryetar, edhe ko ka qëtu uqë, rakosh është raku, se na rahat me ujë, dvojtdollet nuk bohëm. Ujtë livatorna është uqë, por na rahat me ta zbohëm. Edhe atëherën, kohët komunizmit, për burg që ka dash me orë me morë, i merë pula, gjavet një mënë, azem vlasë, plati konë që asi, bëllë s'mësh më pi ujë, s'mësh më pi ujë pi barku, barku që ka si kërë s'mësh më pi ujë, adën, thëshë që së bjesh kësë kem po hala, në për Kosovë. E murën ujtë edhe në fundit, ku erë që e përfundur, 25 litra në sekund, hisin në për më orë në burg. 25 litra në sekund. Llogarit në 24 orë, ka 25 litra sa për bjerë, e llogarit i banuar sa ki, edhe na i murë kanimi e markë në kone, kanimi markë na i murën atërë. Shpija edhe moja, ashtu kush në Gjermani, ashtu atë, na i murën, na shtin do gripa ka që kas radosh tërzi, si nja pasedi zondin, na i prunin në përbashkësi, na shtin ka që kas do gripa. Vesh i shtin e vlunë dhe qashtojnë, ata në përbashkësi e qashtojnë, i në betë qashtu, edhe as uj, as morka, as sot, as saj dite, edhe një deshta më tonë. Qeqe, vishë përshme me qëtë pytje pas të e kalojnë. Prezentohuni për shkursi, sepse jemi drejt për drejt, dhe parashtroni pytje nëse keni kryetarit. Fol matë më organi? Nuk du me shurru njerëzit se ashtu kështu kemi të lashë botë. Mu më brengos faktin më i madhë, ta shumë të prek hapja shkolla. Edhe shkolla Rakoshit, edhe Uqës, edhe Shushicës. Qëka do të bërë me ata fëmijë? Qëfar ujë të japë me atë fëmijëve? Është rrezik të na shpërthejnë do një pandemi me cilën s'kemi qarë pa u morë prapë. Prandaj shqetësimi këtyre banorëve që janë këtu, edhe atyre që janë këtu, është tehet i madh. E di që kryetari ka shumë punë, e di që ka shumë obligime, por kryetari është i të gjithë neve. Më marrë me problemet tona dhe mundësisht me bërë ndonjë zgjidhje të mundshme më të mirën të mundshme. Edhe në kryetari që janë këtu afër nga Atina, që nuk po e ngrit zonin asere, por kryetar starët e hapsh rubinetën në shtëpi. Dije që na s'kem rubinetë. Kushtimisht po tam to, s'kemi ujë. A ju shkon ndërmendur një herë kjo veç ky detaj. Hap rubinetën, nuk ke ujë. Çfarë ti bësh fëmijët? Çfarë ti bësh plakës? Çfarë ti bësh nanës? Çfarë ti bën? Nuk di çfarë bën. Ne më shumë shpenzojmë tani naft, benzin për më marrë një stok me marrë ujë, se sa ujë që na kushton me pagu. Për ditë do të më bëj. Për ditë. Prandaj unë kërkoj edhe nga kryetari, nga një kryetari, e di që nuk është kompetenca të tyre menaxhimi ura, ato jemi shumë vetëdijshëm. Po thjesht po kërkojmë bim nga ju se fjala ju është e krejt popullit. Prandaj po kërkojmë nga ju që mu marrë me këtë punë shumë seriozisht. Vërtet nuk e di ma, nga një herë po bëjmë pyetje, a jemi komunë si Stogut apo nuk jemi? Apo të bashkanditim me një komunë tjetër. Ku me thyj qafen? Nuk po du me egzageru, po vërtet këta njerë gjënë për i halit, nuk kem prej qefit të asnjë.
Unë po kam shpresën që do të bëhet një zgjidhje të paktën para administratorit. Unë kam hallin e gjithë banorëve, por hallin edhe të nxënësve. Në vërtet është njërim i madh. Faleminderit. Shumë mirë këtë. Faleminderit. Shumë mirë. Është vija fundit që kemi diskutuar këtë problem dhe çështja e ujit shkolla ka më vazhduar mu zgjidhet që zgjidhet vitet e kaluar. Nuk është problem që nuk ka shfaqur si vjet. Po them është sezona e fundit verore që kemi ballafaqur me problemin e furnizimit në ujë, robinetave edhe të zonave se di që është më e ndihshme. Fatmirësisht janë ekzistuar forma të cilat nuk janë të kushtsotit, që na e zgjidhen problemin, po ideja është me zgjidhë problemin që fëmijët pas paktën ujë sanitar në shkolla që mos u pas rrezik shfaqjes ndonjë smundje që vjen ka prej mos pasardhje. Problem që e kam pjesë e shkollës së sa vite edhe besoj që kam jetë në shkolla në krizë. Asnjëna persone në krizë që më pas rrezik më shprap në smundje prej papastërtisë mungesë të ujit. Pjesën tjetër Alia nëse do të shtu diçka. Në fakt, unë këtu me përshëndet gjithëve. Këtë breng që ju sot e keni, po më në është breng cilën e barti për ditë në institucionet komunale. Kontaktet vazhdueshme me kryetarin që kemi pas. Nuk po thëmë çdo ditë, po nuk u shku 2 ditë, që unë se kom thirë kompaninë rajonale Hidrodrini, me cilën kemi bo presionet vazhdueshme që pak të mu lecu edhe me pas pjesërisht ose kohë pas kohë me reduktime ujtë pijes të ajo pjesë. Banaj atje, jetoj atje edhe i di këtë shqetësim të ujë 100%. Nesër që thallë kryetari, na do të aftojmë edhe kryeshefin e kompanisë, do të ftojmë edhe drejtorin ose përfaqësuesin komunal të kompanisë Hidrodrini, po njësisë Hidrodrini, edhe pas kontakteve me ta do ta shohim cili është problemi. Ka pas lagje të caktume kur pe banorëve që nuk ka ujë, kur i kemi qu me presionin tonë, i kemi qu përfaqësues të njësisë Hidrodrini, kur ka shkuar ato pjesë lagjes ka pas ujë. Që në kupton, ka pas edhe kishpërdorime, ka pas edhe humbje të ujit, që shë për të cut edhe jo vetë. Dhe në ato momente ndodhë që dikush shkon e mbolon atë problem, atë met, edhe masane po kemi ujë. Domthon edhe kjo po na ndodhë që ka një po na çorienton në komunikimet vazhdueshme. Nesër do t'i takojmë këto 2 institucione, do të vime një përgjigje konkrete për atë punë, edhe përmes zyrës informimit ose përfaqësuesve që i kemi ato sajone, edhe unë bashkarisht me ta këtu, do t'i japim një mesazh edhe një informat ma konkrete se ku do të vazhdojmë me përcjell edhe me pas ujë pasoj pjesë. Dërsa pjesën e punimeve përmend edhe kryetari janë në përfundim, po shpresojmë që mana kësaj periudhe të shkurtër mu përfundua dhe ajo pjesë, edhe na mo këtë problem i cili është jetik, është elementar, edhe është çështje që jetësore për ata banor, shpresojmë që mos më ndodhë më orë të bashkarisht edhe më të ballafaqohemi për këtë punë, po të ballafaqohemi edhe të paraqesim kërkesa dhe nevoja tjera që mund me zhvillu atë rajon. Faleminderit shumë. Unë e bëjanë, me mund zyre. Kryetari deshta që të më shfrytërosh. Problemi është të inkason dhe problemi është të kryetari. Problemi është të inkason. Shqetësime që nuk e thonë sa kemi për cilësi. Hidrodrini ka sjellë një inkason. Falenderoj shumë kryetarin, presionin na kanë